thuash të burgosurit në Elbasan që kishin votuar të gjithë Sara Milan? A mund të ma thuash pak? Do me dhe këta të burgosurit, ku e takuan këtë personat? Fansat e vetë. Jo, po ku e takuan? Ku e takuan, ku e njoftën, sepse tani ti e një personazh anonim, Roland, le ta pranojmë. Arken Ballë dhe Sara Mila janë dy personazhe anonim të politikës dhe të Partisë Socialiste. Ku e takuan këta të burgosurit Sara Mila? Atëherë çfarë ndodhi sipas te? Patjetër që këta janë njerëz të cilët janë mbështetur nga grupet kriminale të caktuara, grupe kriminale të cilat kanë influencat e tyre në jetën politike, në vendimarrjet e caktuara. Nëse spaku do ta jetonte këtë, mund të gjende prova? Patjetër. Letësisht. Se ti s'u the prova, ti the vetëm rrjedhim logjik. Sigurisht, unë kam një rrjedhim logjik. Patjetër që mund të gjej prova. Është e vështirë që ti persona të caktuar ti kesh pasur në nënveshgim dhe në hetim, është e pamundur për spakun që të bëj një përgjim apo një hetim apo një investigim të fuqishëm për të kuptuar lidhjet e personit me të gjithë grupimet e palishme dhe kriminale që lëvizin në dyqarqe, se që Durrësi ka banda kriminale dhe Elbasani ka banda kriminale, besoj këtë nuk kam nevojë unë ta them. Kjo është letësisht e lexueshme tash. Dihet, nuk ka asgjë, nuk ka asnjë çudi këtu. Kështu që Partia Socialiste ka edhe këtë pjesën nga pas dhe do ta ketë gjithmonë këtë damkën që do ta shoqëroj me vete e lidhur. I ka vjedhur votat Partia Socialiste siç thot Partia Demokratike? Partia Socialiste nuk ka nevojë të vjedhë votat, Partia Socialiste i blen votat. Nuk ka nevojë të vjedhë. I ka bler votat, i ka bler 83 mandatet? 83 mandate, nuk mund të flasim në numër fiks 83 mandate, sepse e para Partia Socialiste ka një administrat me vete. Një administratë të madhe, të fryrë, dhe nuk ka vetëm administratë qendrore, ka dhe administratën vendore. Të gjithë këta njerëzit e administratës kanë familjar, kanë fis, dhe secili ka interese. Për gjitha pushtetet. Po patjetër, nuk po them, po flas për Partinë Socialiste. Po do jash në opozitë, çfarë ti themi? Jo, Partia Demokratike e ngre këtë argument që tha ty, a thua vetë se ka bërë ndonjëherë dhe s'ka qenë ndonjëherë në këtë pozitë. E ka bërë, patjetër. Patjetër, nuk është kjo që Partia Socialiste se ja po shkoni 2% me sforco 5%. Po ti më lart atë deri në fund, son vetëm të parën të dhash. Ke një administratë të cilën e ka me vete. Ke shumë biznese dhe sipërmarrje të cilat kanë interesa të drejta për qeverinë. Edhe kjo shkojnë me pushtetin. Patjetër. Por kështu ndodh, nuk po them se s'ka ndodhur me Partinë Demokratike. Thjesht ne kemi zgjeruar hartën. Pse Partia Socialiste ka fituar atë? Dhe ka fituar kaq thellë, ë? Po të thosha pra edhe arsyen se cilën ka përballë, kundërshtarin që ke përballë. Do të thënë, arsyeja kryesore është situata në PD. Nuk është arsye kryesore, është ndër arsyet për mënyrën se fiton. Është situata në PD arsye kryesore? Po nuk besoj se është arsyeja kryesore, sepse qytetarët nëse donin të votonin një emër të ri, mund të votonin edhe partitë e reja në garë. Nëse nuk doni Sali Berishën, le të votoni partitë e reja. Kishin Agron Shehen, Arlind Qorin, kishin Adriatik Lapën. Nuk po them që ti jepni 71 mandate dhe të bënte qeverinë, por ti mund të jepi një votë të qëndësishme nëse ti doje. Po pse nuk e vën? Po sepse ne jemi një elektorat që jemi të ndarë me dy pole, Roland. Është e vështirë që neve të luajmë nga istikami jon. Pra nga ajo bindja jone e djathtë apo e majt. Po anon nga teoria e PD-s që fajin e ka populli. Po nuk e ka fajin populli, populli është i nënshtruar. Si është? Është i nënshtruar. Atëherë ka fajin populli. Qëse populli është i nënshtruar, ka fajin populli. Tani, më fal. Ta ndrojmë popullin. Nuk po themi ta ndrojmë popullin, të rrisim vedijen popullit. Si do ta rrisësh vedijen popullit shqiptar? Vedia shumë e thjeshtë, të kenë pavarësi më të madhe ekonomike. Pavarësia ekonomike dhe financiare e bën një qytetar më të lirë ndaj vullnetit të tij politik. Nuk e ushtron dot ti presion. Pra shkon se qytetarët janë të lidhura totalisht me interesa ekonomike, se dhe këtu bëhet fjalë për të ardhurën mujore të fundit. Unë e them shpeshherë, një pjesë e popullatës shqiptare është një popull biologjik, i cili ka mbetur te pjesa e të ushqyerit, të mbushurit të frigoriferit dhe këtu mbaron. E ka humbur pjesën e vedijes politike. Pra një qytetar, jo, nuk është. Mund ta përsërisësh edhe një herë, lutem? Që një pjesë e popullatës është popullat biologjike? Jo, që e ka mendjen te frigoriferi. Sepse ka qenë të ardhurat e tij, Roland. Pra, nëse një familje përpiqet në një muaj vetëm të sigurojë të ardhurat mujore për të shlyer detyrimet që ka për të mirëmbajtur familjen dhe gjithçka tjetër, patjetër që ti je imponuar të qëndrosh në të votosh për vendin e punës në të cilën të mban kjo qeveri. Okej, Engeleta, kush do jetë në administratë që do të votonte Partinë Demokratike? Çfarë garancie do t'i jepte? Më thuaj ti mua, unë se do t'isha në një administrat, çfarë garancie do të më jepte mua ardhja e Partisë Demokratike dhe nëse Partia Demokratike nuk do të miqte mua nga puna, sepse ne vazhdojmë akoma me filozofinë që administrata është e imja dhe administratën e shfrytëzoj unë dhe e dua unë se e kam votë elektorale. Nuk e fshehim ne dot këtë, ne kemi familjar, të cilët janë hequr nga puna me ardhjen e Partisë Socialiste dhe sot janë të papunë ose kanë krijuar sipërmarrjet e tyre. Okej, do kthehem sërish te Partia Demokratike sepse ka jo pak problem, po qëndrojmë te Partia Socialiste. Tani ka goxha zhvillime aty. Ju thatë që në shtator priten ndryshime në qeverinë rreth parë.
Por problemi kryesor me atë që kuptohet është a do ketë zgjedhje të parakohshme për Bashkinë e Tiranës? Tani, jemi përballë një situate, së pari kemi një shkelje të afateve kushtetuese për 3 bashkitë. Për 3 muaj. Po. 3 mujoshi. E kemi shkelur me ato. Mos gaboj në datën 10 ose 11 maj, mbushej 3 muaj. 3 mujori është mbushur, ato e kanë të ndorëheqje në ditën e një ditë para se të shpalleshin listat e kandidatëve për deputet. Për Tirana është një situatë tjetër, sepse 3 mujorshin e asaj që thua ti çfarë parashikon ligji i qeverisjes vendore është që nëse 3 muaj ti fizikisht nuk paraqitesh, automatikisht Këshilli Bashkiak do duhet të mblidhet dhe të bëjë një vendimarrje. Por duket se jemi pak në një situatë pak të vështirë. E para, sepse ne kemi një precedent që është Sali Berisha, i cili nuk ju hoq mandati deputetit për shkak sepse mungesa e tij në jetën parlamentare ishte me arsye. Pra, ai nuk mungoi në parlament se nuk donte, mungoi sepse ishte i pamundur të shkonte. Është i njëjti kaz sepse ai ishte deputet dhe ky është kryetar. Në rast se Erion Veliaj të shpërtuaj se e njëjti gjë. Patjetër sepse ligji interpretohet njësoj. Ç'është deputeti? Po nuk ka lidhje fare, ligji interpretohet për interpretohet i njëjtë. Nuk ka rëndësi në ti je deputet apo nuk je deputet. Pra ti nuk je paraqitur në punë për arsye sepse ti tashmë je arrestuar dhe ndodhesh në burg. Por që Këshilli Bashkiak do duheshte të mblidhej dhe të bënte një vendimarrje të vetën, sigurisht do bënte një vendimarrje. Sigurisht që vendimarrja nuk do t'i takojë Këshillit Bashkiak, sepse ajo vendimarrje do të jetë e kryesocialistit Edi Rama, patjetër do të jetë vendimarrja e tij. E them kryesocialistit sepse në këtë rast kemi të bëjmë me një vendim të një kryetari të PS-s sesa të një kryeministri. Do të jetë vendimarrja e tij dhe me siguri si është pritshmëria jote, si e ke ti të dhënat dhe informacionet? Por unë besoj që Erion Veliaj e ka mbyllur karrierën e tij politike. E ka mbyllur? Besoj që e ka mbyllur karrierën. Nëse gjykata e liron atë se ka mbyllur. Problemi është një proces shumë i gjatë. Derisa të shkojmë në procesin gjyqësor. Neve ende nuk kemi hyrë në procesin gjyqësor me Erion Veliajin. Kështu derisa të shkojmë në procesin gjyqësor, sa procesi gjyqësor zhvillohet dhe të ketë edhe një vendim të gjykatës, është një proces i gjatë. Dhe çka do thotë që kjo mungesë e gjatë, Erion Veliajt në jetën elektorale, në terrenin elektoral, sigurisht që e zhbon atë si figurë. Ti je për këtë që Rama do shpall zgjedhje të pjesshme në Tiranë. Unë them që po, do të shpallë zgjedhje të pjesshme, besoj se fundi shtatorit mund të na gjejë në zgjedhje të pjesshme vendore. Sepse tashmë, edhe nëse do duam të zhvillojmë, edhe afatet kushtetuese dhe afatet zgjedhore është e pamundur që t'i përmbushim, sepse edhe ato kanë kohën e tyre, jo më vonë se 30, jo më larg se 45 ditë. Dhe me këtë, zoti Veliaj, ti po thuaj që mbyll karrierën? Por mua e ka mbyllur karrierën politike. Ti po thua një lloj si Sajmir Tahiri? Po, është një lloj Sajmir Tahiri. Është një Sajmir Tahiri i dytë. Por mua e ka mbyllur karrierën politike edhe vendimet e Edi Ramës për të hequr nga lista. Nuk mund të kthehet ai edhe pse procesi është i gjatë, ai mund të marrë pafajësi, mund të ketë opsione të tjera dhe kthehet në politikë. Po pse nuk u kthye Sajmir Tahiri në politikë? Po se është një gjë. Po pse nuk është një gjë? Jemi edhe në periudhë tjetër. Fuqia politike e zotit Veliaj është shumë herë më e madhe se sa. Edhe Sajmir Tahiri ka pasur fuqi të madhe politike, ka qenë ministri i brendshëm. Po ministri i brendshëm. Sigurisht se ndoshta Sajmir Tahiri nuk e lan deri në fund të shkëlqente fuqinë e tij politike. Po 3 vjet ndajti 3 vjet ministri i brendshëm, ndërsa zoti Veliaj 3 mandate, 2 mandate gjysmë, kryetari i Bashkisë Tiranës dhe kryetari i Bashkisë Tiranës është kryeministri i dytë i Shqipërisë. 2 herë është zgjedhur kryetar bashkisë, një palë zgjedhje kanë qenë zgjedhje pa konkurrencë, kështu që. Po kjo mbas 10 vjetësh do harrohet, ishte kryetar bashkie. Patjetër.